Lulëzon tregu në prag të festës së Kurban Bajramit. Me afrimin e festës, qytetarët kanë nisur të bëjnë blerje më të shumta në treg. Mirëpo, disa thonë se ende çmimet vazhdojnë të jenë të larta dhe se mezi po arrin t'i përballojnë. Ja, hiç çmimet s'kanë ardhur. Çmimet të mëkën po kush ka parë mundi, kush s'ka e hetën e çallën edhe le. Skapit. Momentalno to je standard të skapit. Za 5 dinari që komende sajtë mama 5 skapit. Se ne më lidhë të sve. Nga ana tjetër, tregtarët shprehen se interesimi për blerje është rritur dukshëm krahasuar me javët e kaluara. Ata thonë se disa çmime janë ulur dhe presin që pas festës të ketë rënje edhe më të madhe të tyre. Janë ulur pak çmimet. Pas poshtë se janë kon më shtrejt janë. Tash ka pak malir janë. Në kanë edhe për Bajram ka ra pak çmime. Çfarë më thon, ka shku tash pak pa mirë se para Bajramit s'ka pas shtrejt aty. Po shti ka më ra çmimet, kanë më ra shti. Shim, mas Bajramit vinë më shumë. Kanë më ra më shumë, ka më pas, malir ka më pas. Deri tash janë kon shtrejt. Përndryshe, enti shtetror për statistika njoftoi se inflacioni në Maqedoninë e Veriut është duke u rritur ndjeshëm. Indeksi i çmimeve të konsumit në prill 2026 në krahasim me prillin 2025 është rritur me 5.7%, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë është rritur me 5%.